Dasma e Dua Lipës u bë lajmi i parë në të gjitha mediat botërore. Edhe pse u cilësua si dasma e shekullit, ajo që tërhoqi vëmendjen e mediave ishte një tjetër detaj. Në ditën më të veçantë të birit, ku morën pjesë njerëzit më të famshëm në botë, mungoi njeriu kryesor, vjerri i Dua Lipës. Menjëherë mediat aluduan për një përplasje që ka patur mes Dua Lipës dhe vjerrit të saj, dhe kjo ka bërë që ky i fundit t'i prishte birit ditën më të bukur të jetës së tij, duke e surprizuar me mos praninë e tij në dasëm. Edhe pse duhet të ishte në krye të tavolinës, vjerri i Dua Lipës mungoi. Njëherë pas këtyre lajmeve, ka reaguar edhe vetë babai i aktorit duke thënë: "Dua të sqaroj se nuk mund të isha në dasëm sepse atë ditë ndodhesha 2000 kilometra larg, pasi djali i shokut tim të ngushtë martohej dhe isha i ftuar në dasmën e tij." Kjo deklaratë ka shokuar ndjekësit e yllit botëror Dua Lipës, se si është e mundur që vjerri i saj të mos gëzojë në dasmën e të birit, por të shkojë në dasmën e djalit të shokut. Së fundmi, edhe burri i Dua Lipës ka dhënë një shpjegim ku ka treguar se si qëndron e vërteta. Ai tha: "Marrëdhënia ime me babin nuk ka qenë shumë e fortë, sepse ai e braktisi mamin dhe u martua me një grua tjetër në Australi. Për rritjen time është kujdesur vetëm mami. Ajo më ka dhënë shumë dashuri në jetën time dhe mua gjithmonë më ka munguar figura e babit në shtëpi. Gjithsesi, unë e ftova atë në dasmën time, por ai refuzoi të vinte me arsyen se ishte ftuar në një tjetër dasëm. Ky është vendimi i tij dhe nuk më mbetet gjë tjetër veç se ta pranoj."